Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem Nusen e Mariglen Gashit. Për të gjithë besnikët e live-eve të mia, i kanë ndjekur ditët e fundit historinë e Mariglen Gashit, 36 vjeçari, i cili sapo doli nga burgu, u fut në live me Odetën dhe pas 48 orëve u arrestua sërish nga policia, ku dhe nëna e tij Vitorie ka qenë një live të dytë dhe ka treguar jetën e vështirë të saj, por dhe jetën e të birit, një përdorues i lëndëve narkotike dhe që 20 vite i kishte kaluar vetëm në burg për shkak të vjedhjeve. Ish nusja Mariglenit i kanë ndjekur të dyja këto live, kërkon sot të reagoj jo vetëm ndaj ish bashkëshortit, por dhe nga të reagoj dhe për ish vjerën e saj zonjën Vitorie. Po për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin kur Marigleni, por dhe nëna e tij Vitoria kanë qenë me mua këtu në live me Odetën, dua të ndjekim një klip në këto momente dhe rikthehemi pasi 26 vjeçaria është duke na pritur. Me gruan tim s'kam pat as probleme, as dun, as një gjë. Ajo gjatë kohës që unë isha në burg, fliste me 2-3 veta tjerë. Ajo, kur vinte mund takim, e ka smonte tjetër njëri, edhe i bënde gjërat në qepras. Unë të pot plas hapu, se jam njëri që nuk duroj. Përse dhe unë jam gangster, muri mua jo, karakterin tim, nuk ekziston, por e kam në për i fëmijëve. Mori dalënori, nëna i me suru me shpi, i iku. Dale, i kanë burrat në burg, po s'janë ashtu. Qa i mugondet, me gjitha, me makinë, me gjitha, ja e i lek dashnori, unë kërkoja lek, jo i kanë marrë, jo i kanë vjedh, e ka pa dashnorin, barova punë me botin, po mua beti është që se të ma bëj mu këtë gjë. Si mbarove punë me botin? E dhunove? Po jo, se s'jam ashtu unë, po. Mora ato që e kisha për të marrë. Tu vajzën time, kam emrin time, është ADN-ja ime, janë gjitha. Mori burg vazhdo jetën, ka bërë fëmijë me atë, s'mi intereson. Po mos më turprore se rita 4 fëmijë e ti, more. Rritë e ti. Ju rita pa babane. Rritë, po qa është kjo? Ju rita me... O Mariglen, të lutem, Mariglen. 22 vjetë punova në shtet, ju rita. O shqiptare, erdha nga burgu. Mirë, rritë, së të Dhe, asë vrotësis po dhe, Ore, nëse ta i gjithë në Odeta, qa keti, ajo le të flasja, qa keti. Plake se jam Ore, mos u aqaro se ti marrë shpëmitare, po rira. Po edhe po mos E t'i ti që kam buajtur. Edhe po mos t'i marrë mi japi, si që takon, na, qukatë. Se Marigleni tha më ka ngrën lekët, më ka vjedhur, më ka tradhuar. Çdo gjë. Ai për atë, për familjen e vet, çfarë s'ka bërë për familjen e vet. Ajo e nga ajo u bë çulim ashtu. 20 vjet, ju di në burg, ju di i kam kërkuar ndihmë shtetit, kaq vite. Edhe se nuk është vetëm djali im Odeta. Jam 3 që dorën nga burgu, që të 3 janë përdorus droge, që 2 veta kanë bërë po të njëjtën veprim djegje. Edhe mund ta ketë bërë Odeta, por lekë, të vjeti gjë tjetër, ta japu me 100 firma. Me 100 firma. E qova vetë në policia, të nuk e arrestoj policia Odeta, e ka qurbitë vetë. Nuk e bëj të mirë për veprimi që ka bërë. Unë nuk duat me dënohet djalin. Unë duat djalit me rehabilitohet. I dëgjuam këto momente kur Marigleni akuzoi ish gruan, u zu me nënën e tij në këtë live, nëna e tij me slotëve tregoi për të birin, dhe fatkeqësisht se gjithë problemi ishte se kjo nën kërkonte rehabilitimin e djalit të saj, i cili ishte përdorus i lëndëve narkotike dhe u pa qartë situata e tij, po kërkonte ish nuses të kishte dhe takime me nipin dhe me mbesën e saj. Ish nusja është duke na pritur, ajo do jetë një imazh mbuluar, e respektoj vendimin e saj, hap dritaren dhe e përshëndes me njëherë. E dashur, përshëndetje. Më ke telefonuar dje dhe sot, kaq shumë herë, por dua të tregoj me sinqert, kam pasur një vaki. Kjo ishte arsyeja që unë nuk të përgjigja dot në telefon, edhe dje dhe sot. Tani ne jemi të dyja së bashku, ti je ish nusja e Mariglen Gashit. Janë bërë 2 live për historinë e Mariglen Gashit, ka qenë Marigleni sa doli nga burgu, që ju e keni dëgjuar, dhe ka qenë dhe nëna e tij, ish vjera jote, e ke dëgjuar Vitorin. Tani
Unë do të dëgjoj me vëmendje. Çfarë ka ndodhur? Ai baba të ka akuzuar. Do të ta nis historinë që nga fillimi, që dhe ti të jesh ta mame sa. Vllai ti punonte në, siç e shpjegoi ai, domethënë. Po, në një lavazh. Aty la. Po. Edhe u pleksën muhabetet na erdhi në shtëpi. Ky sa po kishte dalë na burgu. Ne nuk dinim gjë. Sa kishte dalë na burgu. Nuk dinim gjë, nejse na erdhën në shtëpi, ne pranuam. U morëm. Ai fillon të viste. Unë nuk dija gjë, janë në punë, thoshte. Punoj. Ai viste. Sa vjeç ke qenë kur je njohur me Mariglenin? 17 vjeç. Po Marigleni sa vjeç ishte? Po ja, bëj llogariti, ai është 36. Para 2017-ën, sa i bie ka qenë ai? Unë jam 26 vjeçe. 10 vite diferencë. Ai ti ke qenë 17, ai 27. Po. Po. Ai viste kudo qoftë. Unë rria te nëna ime me shtëpi. Se kisha vlla, unë jam o 3 vlla. Edhe më bante mami aty që të punonin. E kupton? Ky viste, e kapi policia për vjedhje. E kisha djalin e vogël 6 muajsh. Sa u martove, ai ra prap në burg. E kuptoj. Sa u martova unë, më mbas rashta drane me djalin. Po. Me djalin. Pinte, ashash, konsumonte këto, raki, budalliqe, vinte në shtëpi tapi pirë, po të shtëpi e prindërve të mi. Vinte dhe më goditi mua, do me thënë me një tobuke të bëre, ke pasysh tobuke, goditi mua dhe kapi fëmijë në kokë. Pra i vetë ka dhunuar. Kapi fëmijë në kokë. Ai vetë, më goditi mua, kapi djalin e vogël pa dalë na ditët. Djali unë gzi aty dhe nuk u përmend më. Ka marrë djalin e xhaxhait tim, babin tim që ishte në shtëpi dhe e kam çuar direkt në spital. E qartë. Në spital. Po, edhe në spital nuk tregova, po thash që mu vra te kokë e divanit. E kupton? Nuk tregova të vërtetën. Ngrihet edhe ai aty e mbaja djalin në reminacion sepse djali nxiesh, shkum nga goja, se kish marrë tronditje truri, koka. Po kjo është serioze. Po, kam dhe spitalin me çdo gjë, të vemi në spitalin e Vlorës. Ashtu dhe. Sepse Vitoria, më fal që ndërpres, ish vjera juaj Vitoria e ka deklaruar që ai ka qenë përdorues i lëndëve narkotike që 16 vjeç. Tani, më dëgjoj një sekond. Unë do flas, do të shpjegoj në fillimit dhe në fund ti vetëm do më dëgjosh. Patjetër. Unë i kam e faktin do të jap hapësirën dhe ty. Do të dëgjoj. Po. Ashtu dhe. Për çdo gjë që ai ka thënë janë ashtrime. Ngrihet? Edhe ne rinim në reminacion sepse fëmija nxiesh, ngrinte fëmija, nxiesh shkum nga goja, nga tronditja që kishte marrë në kokë. Nga aty ky qa bëri? Unë, mamaja ime, rinim në reminacion, sepse kisha djalin në reminacion, e kupton? Po. Dhe ne rinim në një zërbënjan, ky ngrihet, vete dhe vjedh një telefon të një gruaje, domethënë që kishte fëmijë të shtruar. Në spital? Erdhi po në spital, në pediatrinë e Vlorës, janë me të tëra. Janë me, dhe të vesh të pyesësh janë të vërteta. Nejse, iku nga Afrika aty, më la mua vllan tim, Nena që ishte në gjendje shumë të rëndë. Djali, e kemi marrë, na i kanë çuar në Tiranë, deri sa vajti djali 6 muajsh. Djali ishte pa dalë na ditët, ngrinte djali, vente në gjendje të fundit. Po. Deri sa vajti 6 muajsh që mori veten. E qartë. E kanë pasur në Tiranë, djalin. Ashtu dhe, bëri vjedhje tjetër. Dhe në spital, bëri vjedhje tjetër. Unë rria në spital me fëmijë. Ky çfarë bënte? Vente viste bënte. Jo se mi sillte mua, jo. As edhe një gjë, pinte drogë, budalliqet e tia, shashe, çogjori e ti. Nuk më sillte kokën leku mua, që të më jepte nak të 5.000, bli. Ose për fëmijë. Më kanë dajtu nëna, babaj dhe vllai im. I ka me të tëra, të vesh të pyesësh në lagje komplet tek mua,
qa do të thonë? Të vesh të lagja ati në pluk, qa do të thonë për atë e qa do të thonë për mua? Të bëj një pyetje, pse e mbajte si burr kaq vite? Dale një sekund tani. Ngrihet dhe më vete djali 6 muaj, dal në spitali, në Tirana. Prap jetoj tek prindrit e mi. Ky ngrihet bën vjedhjen edhe më erdhi në shtëpi tani, policia më rrethoi shtëpinë në Vlorë. Ky kishte bërë vjedhje. Çfarë kishte vjedhur? Unë e ti nuk e di. Ai thjesht rrinte gjithmonë i droguar dhe atë ditë që ai ka folur, mbyllë çik derën atë. Që ai ka folur me ty, ai ka qenë tap i pirë, se e kuptoi nga zëri. Në atë kohë që ka folur me ty, ai ka qenë i droguar. Sa kishte dal nga burgu? Kur ka folur me mua sapo kishte dal nga burgu, sapo ishte mbritur në shtëpi? Ai kishte dal në kamerë djali duke pirë të bardhë. Ti nuk digjo. Po nejse. Unë i kam me të telefon me të tëra. Po. Ngrihet edhe vin policia në shtëpi. E marrin e pusin brenda. Unë kam qenë shtazane me çupën, domethënë. Po nuk e dija. Me fëmijën. Djalin e kisha 6 muaj. Ashtu dhe. Nejse, e prita kishte vjedh një motor. Një motor kishte vjedhur. Po në Vlorë. Po. Bashkë me një shokun e tij. Ngrihet edhe bën një vit e gjysmë në Vlorë. Burg. E prita, ai për hir të fëmijëve. Ta se do ndryshoj. Por Vitoria. Një sekond, e gjeti djalin çupën, e gjeti 2 muaj sheca, kur doli nga burgu. Sepse ai para se të futesh, kisha djalin 6 muaj dhe isha shtazan edhe me çupën. E qartë. Ashtu dhe. Ngrihet tani edhe ky brenda doli. E gjeti çupën 2 muaj e gjysmë. Doli nga burgu, vajtëm në plug. Po, Dënjëm rinim atje, bënim. Po, vita mua që të thot Vitoria aty e kam pare kanë bërë kur e mirja unë në telefon i thosha që kam fëmijë të mur, më duhen lek, më bëj, fillonte, së të mbaj do ty unë, e mbaj atë në burgun, të mbaj dhe ty unë. Iku kjo. Vinte mund të më jipte ndonjë 5.000, 2.000 lek, se vinte të djali tjetër në Vlorë, ta konte edhe fëmijët, ajo. Del nga burgu, rinë ca kohë në pluk, po jo shumë do me thëmë. Po në pluk ke jetuar më vete apo me Vitorinë, me Ishvjerën? Aty në gjitu, ka 2 shtëpi ajo, janë 2 palë shtëpi. Po, se këtë tha. Aty në gjitu, në një bërë, kanë dënjur. Sumi që muaj nuk më jipte kokër leku nuk më jipte. Dhe janë mashtrime ato që thot a i të ma gjej muaj që thot mi kanë grën lekët me dashnorin, dhe ka marrë telefonin, ka marrë dashnorin e asaj dhe jam sjaruar. Bashkë me vitën, unë dua të drejtën time, sepse dot muaj nuk më shkatron dot. E dashur, se nuk kanë qenë e tilla. Unë e kuptoj që je prekur. Vitoria, Ishvjera juaj e deklaroi që ndarja erdhi për shkak të tradhtis nga ana jote, por ajo sinuse të ka mbrojtur. Nuk janë të vërteta. Duke pranuar dhe gabimet. Nuk janë të vërteta fare. Më dëgjoj një sekond. I kërkoja vitës ilaç. Është djali me të vjella. Ajo fillonte më bërtiste sepse ata e kanë këtë tip, edhe duke folur me ty ata ziheshin. Këtë tip kanë dhe në shtëpi. Për gjë më të vogël ata do marrin policinë, do bëhen me televizora, me budalliqe. Jo se të gënjej unë, po të vesh të pyesësh edhe lagjen, ata kështu kanë jetuar. Të them diçka e dashur? Të them diçka? Po. Patëm një lurqefi, po ta hap si këshill si motor. Vitoria, Ishvjera juaj, fundja nuk e ka për detyrë të japi ty para të të rrisi fëmijët, se për detyrë e ka marrë Gleni, ai është babai. Por gabimi jot është... Ajo prosi rritu me mua se do të mbaj unë, dhe sa të dali ai. Më kupton se unë i kisha fëmijë të vegjël, koka kokës. Por gabimi jot është ti i ke dhënë shanse dhe ke mbajtur gjatë si burr. Duhet ta kishe ndarë që në fillim. Ky është gabimi jot. Dakor. Ra në burg prapë për vjedhje. Mori 46 muaj. I kanë vajtur bashkë me vitën një herë në burgun e Peqinit. Ta hapen kamerat ku ka qenë ai. Që thot ai ka jo dashnori jo budalliqet. Edhe i kanë vajtur, i kanë thënë, kanë folur dhe me prindrit e mi. Prindrit mua më kanë dashur që në fillim të më hiqnin ai.
që dhe pa bërë djalin që ne morëm vesh që ai ka qenë burgu. Po unë nga turpja e kam mbajtur atë si person, se më vinte turp. Na njerëzit, vetëm ky turp më ka ngrënë, që i kam arritur unë deri këtu me atë. Nejse, i kam vajtur në burg dhe i kam thënë që unë nuk të mbaj më, nuk të dua më, sepse nuk je për fëmijët. Po pra po, ai e deklaroi në live me Odeton, kam bërë 20 vite burg për vjedhje. Ka dal, ka hyr, ka dal, ka hyr. Ka bërë ai s'më intereson mua dhe se ç'a bën. Mua më interesojnë gjërat që ai ka kaluar me mua. Po pra. Jam mashtrime aty që thot ai kanë fëmijët me tomor. Nuk është e vërtet që fëmijët janë me tomor, që fëmijët thot ai që janë lypin, që fëmijët janë pa shkollë, fëmijët janë të dy me shkollë, të regjistruar në shkolla, dhe djali dhe çupa. Dhe fëmijët nuk vuajnë për të ngrënë. Nëna ime është me shtëpi me katandi dhe unë burin që kam tani këtu jam me shtëpi me katandi. Hajde shikoni ku jetojnë, ku s'bëjnë fëmijët. Si te nëna ime dhe këtu tek burri që jetë. Jo ka marrë 4 burra. Jo e ban burri është me celebrime tjetrin. Ç'i interesojnë tyre? Ku mi nxori mua kjo 4 burra? Të mi shpjegoj, të mi nxjeri me fakte. I pas kam quar unë atit zarf në burg, i kam quar zarf në burgun atit, i kam falsifikuar firmën për të marrë çupën në shtrim. Prokurën, të ma tregoj Vitoria, të ma tregoj me fakte. Po, të ma tregoj me fakte që ku ka qenë ajo ditë që pas kam dashur unë t'i marrë çupën. Është në shtrim. Atëherë çfarë ndodhi? Kur ai ra për herë të fundit në burg, ti i shkove dhe i the unë nuk dua ti. Kam pas të stop deri këtu. Kam filluar me ndarjen. Kam bërë ndarjen vet, kam paguar psikologen, se pash që ai nuk ja vlente më, se rinte 2 muaj jashtë, as 2 muaj jo. Futesh brenda, dilte jashtë, futesh brenda. Unë nuk do mbaj atë. Dua të them diçka pa e mbrojtur Vitorin se nuk e njoh fare. Vitoria më ka thënë tekstualisht dhe ti e ke dëgjuar vet. Nuk më intereson jeta personale e ishnuese së djalit. Ajo me mua i ka pasur marrëdhëniet e mira. Ajo në një farë mënyrë e pranoi që gabimi ishte djali i saj. Këtë gjë e ka thënë dhe nuk jam mohoj dot. Aty ka folë për nënën time. E ka ndarë ajo, e ka bërë ajo, e ka ashtu ajo. Jo, nëna dhe baba im mua nuk më kanë lënë që të mirja rrugën e keqe dhe vlla im. Ata të 3 mua nuk më kanë lënë të marr rrugën e keqe. Po mi kanë rritur fëmijët. Unë vetëm nga ata prindër dhe nga ai vlla nuk kam marr rrugën e keqe. Po mi rritën ata fëmijët. Dhe unë kur jam martuar mbas kaq vitesh, mbas kaq vitesh jam martuar, se do martohesha do ta gjeja dikë dhe unë se tani si gjithë të tjerët. Jeta vazhdon. E mora dikë, me këtë që jam sot, mora atë, por djali na që qanë për mamin tim, se ajo i rriti, nëna ime i rriti. Unë veja që më punoja dhe mamaja ime, vente pastron të shtëpi për fëmijët e mi. Me nder, më falë për shpenjë, ishte mundrat e qëni për fëmijët e mi. Vlla im, babi im, punonin. Nuk më linin, më kupton? Por, ndalemi tek divorci me Marit Leni. Në momentin që bëre divorcin, çfarë vendosi gjykata? Unë kam marrë psikologe, kam paguar psikologen, se e kishin në lushnje ato. Celebrimin. Martesën. Edhe kam psikologe, pa psikologja i pa të gjitha, që shtek pavarësisht se ishin fëmijë të vegjël, i doja t'i mbaja vetë fëmijët. Nuk do t'ja lija unë. Patjetër që kujdestaria të takon ty. Dhe në këtë gjendje që është Marit Leni, është e kuptueshme. Kujdestarin e ka marrë unë deri në 18 vjeç. Po sigurisht, padyshim që ti e ke. Ashtu dhe. Edhe unë jolta me këtë, mora këtë. Mora bashkë me djalin dhe çupën dhe djalin që thonë ata e kanë baraktisur djalin. E mora djalin tu, djalin qante të natën për mamin tim, sepse rriti ajo. E qartë, u rrit me gjysmë. Bashkë me mua. Bravo. Nuk e di se sa më kupton, po nuk po e se nuk janë mashtrime as edhe një gjë. Jo, nëse historia është kështu të kuptoj, sepse fëmia ka një lidhje të ngushtë me gjyshe. Unë të thash, unë nuk futesha dhe nuk të shkruaj atë të flisja me ty, më kupton? Mirë, po të dëgjoj padyshim dhe ma më vjen keq, dhe për zonjën Vituri. Zonjën Vituri më vjen keq, është një nën fatkeqe me atë djalë. Dakor, edhe i thash mamit që do ta mbash dhe ti dhe unë. Dhe kështu e bëj djalin. Djali bën shkollën, vete unë rrit 2 javë, vin djali këtu, më kupton, ose unë e kam braktisur.
qa I duhet, qysh të venit e nëna ime, të shikoni shtëpit ku jeton djali, qysh ta I janë ta shtëpia pa katandi, besin për të ngrënë, babaj dhe vllai im punoj në Palas të Vlorës, marrin 60 euro dita babajin tim se ka musta. Edhe vllai im, të dy bashkë. Por, Ata punojnë në Palas të Vlorës dhe e kanë ditën 50-60 euro. mirë, e kuptoj. Djali im nuk vdes për të ngrënë. Të gjitha kushtet e shkollës, kush ja plotsoi? Kush ja plotsoi Geni? Vitoria? Jo. Vllai dhe babai im. Dhe unë kur ka mundësi, sepse unë kam bërë dhe 2 fëmijë të tjerë me këtë tani. Jam nën e 4 fëmijëve. Me jetë ti kesh. Faleminderit. Edhe kur ka mundësi, sepse një krah punë kam. Kur ka mundësi e shikoj djalin, po unë nuk e kam raktisur djalin t'i lë rrugëve dhe të iki. Si nën. E dashur, por pse e ke penguar një gjyshe të flasin telefon me nipin? Sepse Vitoria deklaroi që ish krushka më ka penguar. E caktoi gjykata për atë ushimin as fare, po bën 10 vjet ai, nuk po jep kokër leku. Fëmijët janë me shkollë. Kanë dhënë gjë? Byllet çider. Kanë dhënë gjë? Jo. Pra nuk ka Disa nuk e di kishte dërguar një 50 që një 100 që po bën çe disa vite. E qartë, ai nuk e ka paguar deturimin ushqimor asnjëherë. Jo, asnjëherë. Si baba tamam ose të japi këtë qysh tek I ka të gjitha mashtrime. Unë vitën nuk e kam ndaluar për fëmijët, për djalin. Shko mere sa herë të duash. Se Çupa nuk ri dot pa mua dhe Çupa. E kam Çupën 8 vjeçe. Ajo nuk dhe unë te mami që vete, ajo do vi do mbri mbrapa mua. Nuk ri dot pa mua. Çan bë. Por ajo tregoi që nëna juaj e ka penguar, jo ti. Jo, nuk është e vërtet. Mamaja ime I ka thënë, edhe tani para ca ditësh që ai doli na burgu, bëri debate, pinte drogë në sy të djalit dhe I thoshte djalit ai, "Dil për jashtë atë dera se do vi, do të rëmbej unë. Kam telefonin e mamas unë, do ta çoj në polici në gjykatë atige." Se ka, është mbërthejnë të gjithë, që janë të vërteta, nuk flasun si puna atit mashtrime dhe gjëra. Jo. Marigleni tani është në para Edhe burgimit. I thot I shebën të shaj ai mamën time, ai mamës time. Edhe burrin që kam tani, t'ja di për faleminderit. Jo të më bëj ngrihet edhe merë burrin tim tani dhe I thot të atë ditë që kishte na burgu. Do ta marr Çupën unë I thot dhe s'ka shanse dhe shan. S'ka shanse ta mbaj njëri ta arrisi njëri Çupën tim dhe s'ke shanse ta marrësh më ti. Jo kështu. Më futet frika nuk e lë dot Çupën pastaj. T'ja lë 1 javë, 2 javë, më kupton dhe ti të jesh. Si ngrihet ai tani, ja bën djalit kështu në telefon. Dëgjoj. Nuk e mësojnë, fëmija ka frikë në ai. Dëgjoj, e dashur. Gjithmonë ai. Marigleni është në një gjendje shumë të rënduar psikologjike, duke ditur që është dhe përdorur si lëndëve Ka narkotike. bërë burgu atë të më falësh mua, nuk e kam bërë una. Jo. Atë e ka bërë burgu. Sigurisht, jeta e rrugës. Ata vajzën punë mua, po nuk e kam bërë una. Ashtu, atë e ka bërë burgu dhe droga që pi, jo una. Absolut. Ai të I thoi një në tim faleminderit dhe Vita, se Vita ka rritur 3 fëmijë në jetimore. Kurse këtë burganxiun që ka ajo që ajo mbajti në shtëpi. E rritja ajo qa edukate I dha. Ja pra edukatën e drogës edhe vjedhjes. Ja duket nëna, ata të 3, se si ka kështu si ky ajo. Po I ka tamam ata të 2 sa ka. Ata I ka rritur në jetimore ajo, po. Kurse unë isha e vogël edhe nuk I çova fëmijët e mi në për jetimore. Po I rrita, punonte nëna dhe baba im dhe nuk mora rrugën e keqe siç thot ai. Të më nxjerri Vitoria me fakte me të tëra mua. Mos të edhin barbi mua, se I njojnë të gjitha të kushosh, kam tezën tim dëshimtar. Më vriste, më bënte ideja në lushnje unë. Se rinin në pluk ca kohë dhe pastaj dhe në Vlorë dhe në pluk, e kupton? Dihesh më rinte, më bënte që pinte, bëhe shtap. Edhe veja te tezja ime unë. E di shumë mirë, kam dhe tezën tim dëshimtar. I vodhi telefonin, djalin e xhaxhait tim, aty ngjitur. Që kam dëshimtar. I më vodhi shpinë e vllait tim, vodhi gjithë telefonat e vllait tim. Vodhi në lagje çik më tutje. I kam e fakte unë. Shko, ka goditur nënën time, pinte nuk dinte qa bënte. Si ka goditur nënën? Më shante atje në lagjen Ameronte, sepse ata të pun kanë, të ti kanë qënë.
ashtu janë, edhe duke folur në live ata po ziheshin, po bëheshin. Ai kështu ka qenë, si ç'ishte atë dite, ashtu ka qenë ai. E ka bërë burgu, jo unë. Ata të thonë të dytë faleminderit që unë fëmijët nuk i lash rrugëve, ose t'i çoja në përjetimore. Edhe jam një nën që nuk mora rrugën e keqe e t'i lia fëmijët rrugëve. Po më mbajti nëna, babaj dhe vllai im. Por tani të lutem, më bën veshët mua apo më thej që Marigleni ka dhunuar në nënën time? Po, i kanë vajtu, kanë bërë denoncimu në Vlorë, shko pyet atje. Po pse e dhunojnë në nënën tënde? Vinte tapi pirë në shtëpi atje. Vinte tapi pirë, donte të më mirë të djalin. Ma mirë të djalin a krau dhe do ikte. Bëshuera, meje. Pas live Bëri gjitha të vjedhje. Ka pikën tezja im, ka pikën në Vlorë të ekurit të bidonave, tezja ime, punonte atje, dhe në fund fare vajti i vodhi kazanet e bakreve, të tërave, të gjithave, dhe prap tezja ime ja tali sepse isha unë, që unë i kam e farte me çdo gjë. Mos të më edhi mua i kot, joj, mi ëngri lekë, kush është ky që se di kam unë? Ku më ka kapur mua i? Ku ka qenë ajo ditë? Se po, thosha që është e vërtet gabova, më kupton, e pranoj. Po kur ja ka ngrënë unë tit lekët, që unë zdi një 50 lekë nga ai, ku i ka çuar ai fëmit në Turqi? Po pra, tani sot vita dhe ai. Po tani tani ndalemi pak tek djali sepse mirë Marigleni mund të ketë probleme psikologjike dhe nuk i besoj të gjitha çfarë tha. Por Vitoria tha që djali është i sëmurë me tumor. Moj, hajde vizitojeni djalin. Shko vizitojeni djalin. Djali ti kishte marrë tronditjen e truri edhe kaloi ato të fëmis. Nga tronditja që goditi ai dhe derisa vajti djali 6 muajsh, pastaj u bë mirë. Nuk ka probleme, i bëj atë egzhemin djalit çdo muaj në spitalin e Vlorës dhe me kalimin e kohës u bë shumë mirë. Ato çfarë thot ai tumore këto mase i ka vita bashkë me atë po. Po fëmijët nuk janë të sëmurë, fëmijët nuk lypin. Fal Zoti që fëmijët janë mirë, sepse... Më dëgjojnë sekond, si që mbajnë prindrit e mi, djalin tim nuk besoj t'i mbajnë një njëri, së vesh të pyesësh në shkollë, djali im vete me lek në shkollë, pyete mësuesen, çdo gjë që kërkon uniforma 20-40.000 lek, çdo gjë që ata vllai im është pronto dhe baba im, pronto, edhe çupa nga burri im. E dashur, mirë Mariglenin, e heqim një Mariglenin, është përdoru si lëndë narkotike, nuk di të logjikoj, nuk di Mariglenin fazën që është, ai është i sëmurë, tha mirë Vita, ai ka nevojë për rehabilitim. Ti me i zhvjerën, nuk e folur... Ajo po ka bërë ajo, çfarë ka bërë? Që sot ajo na burgu? Shiko na urdhë doli si sot na burgu pas 2 ditëve më fut prapë brenda burg. Po, fatkesisht pas... Do t'ja lia unë aty fëmijët, do t'ja lia unë fëmijët aty, kur dash ka këta fëmija ai. Për çfarë veti më futet në përbugje? Për çfarë? Po të ishin fëmijët atje. Absolutisht jam me ty dakord. Ai nuk është në gjendje. Këtë gjë e kuptoi dhe Vita. Nuk është në gjendje ai për fëmijët. Ai është i sëmurë. Vita është më keq se ai moj motër. Vita është më keq se ai ti çoni në psikologë ku të doni juve do më besoni. Ajo është një grua fatkeqe që është divorcuar shumë herë. Ajo ka vllajtur gjithë jetën me atë. Po. Kur e mora ndje në telefon sepse dëgjova ato që më dërgoi vllai, ç'a janë këto i thash. Dhe u shqetësova jashtë mase, se ta kanë dëshën e burrin shpiun. Pra, pasi ishte në live më ditën ti ke folur. Çfarë ka thënë? Dije mora, dije kam folur me atë na dreka. I thash, "Moj, ç'a janë këto muhabete që më ka thënë muaj, ç'a janë këto lekët? Jo pas ke fëmijët me tomor, jo fëmijët lypin, ku lypin fëmijët? Shko hajde pyet. Jo fëmijët janë pa shkollë, jo unë i pas kam grën lekët me dashnorin, të ma nxjerri qysh tek, ku i ke këto? Ja tis na jep fëmijët neve. Po, thuaj që s'më jep fëmijët, jo të ma apësh ti mua gjithë 500 probleme. Se janë familjare, unë nuk jam ndonjë rrugëve siç mendojnë ata. Gjithsesi Vita më tha atë ditë që nëna juaj i kishte marrë telefon dhe i kishte thënë hajde takoje dhe merre djalin kur të duash. Babi im kishte bërë muhabet me Burgaxhiun dhe i kishte thënë që hajde më lën një ditë, kur të vish atë ditë të marrësh djalin merrem në telefon.
babi im. Merëm në telefon të ta sjell djalin jo këtu, po ma tanë, andej. Se do ta nxjerr unë djalin. Po, kurse çupën i thash jo sepse ai më thoshte më dërgonte me zë te telefoni i burrit. Më thoshte që s'ka shante, s'ka ta mbaj njeri çupën time dhe nuk e jap më. Mora frikun, mezi e kam rritur unë, mezi i kam rritur fëmijët unë. Jo, të qartë të kuptoj, je nëna, unë jam vetë nën. Ja punoja unë, dhe ja punoja atje në rroba qepsi. I kja ka ngrën, edhe ja u lia fëmijëve tunë atje për të ngrën. Kam vuajtur unë. Nuk kam dalë rrugëve dhe të bridhja në për lavazho si që thot ai. Të mi nxjeri fakte, çdo lavazho që kudo qoftë të vend të marrin kamera, të bëjnë çdo gjë. Që nuk janë të vërteta kur, shko pyet në lagje atje. Qa do të thonë për mua? Qa do të thonë për mua të gjithë atje? Edhe për nënë dhe për baban tim. Qa familje jemi ne? Edhe mamaja im ka gjitha të farë shtëpia atje. Unë me vlajnë tuaj... Nuk kemi pa bukë si të kaj. Unë me vlajnë tuaj fola në telefon. Jo se dhe vita i vinte mbrapa atit. I vinte mbrapa të lutem, është ai së mua nuk më intereson, unë do t'ja i fare të drejtën prindërore atit. Kam bërë kushe disa denoncime, unë kam qenë me urdhër mbrojtje në ai. Se vinte erziesh më rrinte në shtëpi. Kam qenë me urdhër mbrojtje, unë janë të gjitha në polici, më dërgonte në burgu mua. Në burgu Vlorës, Beqini do të vras, do të bëj, i kam në gjykat ati unë të gjitha. E dashur, që situata është kritike me Mariglenin është, këtë gjë unë e pash me sytë e mi, por një gjyshe të andash nga nipi dhe mbesa, mos e bëj kur. Nuk ja kam daluar unë vitës, i kam thënë gjithmonë, që kur të vesh në shtëpi, shko ik mere Lizën telefon dhe mere djalin. Edhe çupën, kur kam vajtur atje, ka folur çupa në kamerë. Me gjyshen, për këtë po të them, me gjyshen mos të ndahen, ndoshta babai... Nuk ja kam daluar, po dhe ata të shikojnë, se jam me shkollë fëmi, mua të më apina me koti. Të mi gjej me fakte mua, që të dy ata. Të mi gjej me fakte. Se dhe unë kam cip, nuk jam si punë ati burgatxhi, utaj, nuk e ka problem, sepse është burgatxhi, është drogatxhi. Po dhe vita. Po e kërkon vetë që unë mos jalë fëmit më, ti shikoj. Pse nuk japin ata? Pse nuk japin? Janë me shkollë fëmit, kërkojnë, bëjnë, të japin lekë, pse s'japin? Mirë, nga një gjyshe me një pension që merë 200.000 lekë, qa do kërkosh? Babai është i pa aftë, babai... Mos u anko, shko, merë vitën, shko ik në shtëpia atje, te shtëpia ime, kur i fëmija ime, dhe do më thuash, është me 2 figori pera në najme, nuk i mungon, as kajq nuk i mungon. E vlajnë e ka me makina, e ka me të tëra, nuk e ka me qështaj jo mbledhin ashtu. Mua më vjen mirë që... Edhe shtu të disë të plotësh për burin tim. Vërtet punon, duke mbledh dhe ekra bën, pa ma, i kam shtita mamu, pa qëmë qupë në shkollë. Mua më vjen mirë që ti jesh një grua e lumtur dhe një nën e lumtur, më vjen mirë ti jesh mirë dhe ti kesh mirë fëmijët. Ta uroj me zemër këtë gjë, urojmë që... Po jo të ngrihet sepse disa turp më ka ardhur, dije që kam dëgjuar, më vin turp t'i dal burit tim për para. E di pse sepse nuk jam e tilla. Qysh më tha ai, ka bregu në për lavazho, më ëndri lekët me dashnorin të ma gjej vlla ai mua. Se nuk janë të vërteta ato që po shpikin ata. Mira ai, po ty moj, ti je tamam. Ku të çon mushta? E dashur, unë pas pak do flas me Vitorin. Ke diçka që do t'ja thuash Vitoris? Se me sa kuptoj, me atë ka ngelur qefi, se Marigleni në gjendjen cilën... Vita të më lëri rahat, mos të më vejnë për këto budalliqe. Hajde, nuk besoni, shkoni në Vlorë. I ka tjetë e shtje në nëstime, shkoni në shkollë, kapni mësuesen e djalit. Hajde tu, shiko kur i qupaj. Hajde, shko të kapim dhe mësuesen e qupës time, në qovë se ju nuk besoni. Pra e kuptova, mesazhi që ti jep është Vitoria ish vjera të lërë të qetë dhe fëmijët viti takoj sa herë të doj. Të më lërë të qetë, fëmijët unë nuk ja kanë daluar, ama ai që thotë, ai dhe nga burgu 2 ditë fillon shanë bën, më shanë nënën, më shanë babajnët për telefona. Ej, nuk i drogë në sytë për fëmive. E kjo është skandaloze. Kjo është rëndë. Unë kam prit talët që unë uroj që shtetit marri masa ta rehabilitoj, se ai është vërtet i sëmur. Realisht uroj të rehabilitoj, se si do që ti është babaj i fëmive të tu. Djali është 9 vjeçte, nuk e mësoj neve. Djali ka frikë të vejnë ai, se i thot, do të
do të vrasi thoshte. Falenderoj që reagove, sepse duhet të dëgjoja edhe versionin tuaj, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes, dhe të uroj gjithë të mirat. Shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më mbështesni, faleminderit që më ndiqni çdo ditë. Takohemi nesër me historinë e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.